Çfarë mesazhi u dërgoi Monika Kryemadhi banorëve të Big Brother VIP 5? Banorët e shtëpisë më të famshme në Shqipëri Big Brother VIP 5 janë surprizuar nga mesazhet në Big Love, duke qenë se parat e mbledhura do të shkojnë për bamirësi. Edhe opinionistët e këtij edicioni të 5 të reality show kanë dërguar mesazhe. Monika Kryemadhi e ka nisur mesazhin e saj me Rogertin, të cilit i tregon se ka 3 breshka në shtëpi. Më pas i jep një këshill që të kujdeset mirë me vajzat e Big Brother VIP 5. Opinionistja ka dhe një mesazh për të gjithë banorët, të cilëve u drejtohet duke u thënë që të mbajnë pastër shtëpinë. Rogert, un kam 3 breshka në shtëpi. Sillu mirë me gocat e shtëpisë. Mbani shtëpinë pastër të gjithë, shkruaj në mesazhin e Monika Kryemadhit. Pasi lexoi mesazhin, Rogerti shkoi dhe u dha dorën Juelës, Selin, Brikenës dhe Edisës. Respekte, unë me vajzat jam gjithmonë mirë, shpreh banori i shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.